Mbi 600.000 euro të shtetit janë shpenzuar brenda një viti nga ish-presidentja e vendit Vjosa Osmani në Kosovë, ku qytetarët jetojnë në varfëri të theksuar. Kjo është vetëm një pasqyrë që del nga dokumentet ekskluzive që ka siguruar Lajmi.net për shpenzimet e ish-presidentes e Kosovës Vjosa Osmanit. Këto shpenzime llogariten vetëm për vitin e kaluar, duke mos llogaritur këto edhe shpenzimet që u bën nga janari deri në prill të vitit 2026. Vetëm në udhëtimet jashtë vendit Vjosa Osmani ka shpenzuar afro 296.000 euro, një shumë që të i kalon çdo pritshmëri normale për një vend si Kosova. Më njëherë pas tyre vjen akomodimi në hotele me mbi 198.000 euro, ku vetëm për lëvizje dhe qëndrime jashtë vendit kapen shifra të afro gjysmë milioni euro. Osmani bashkë me mbi 34 zyrtarë të zyres së saj u akomoduan dhe u rehatuan në hotele luksoze, nga ku zhvillonin takime e shpeshherë edhe shëtitje qefi në vende të ndryshme të botës. E këtyre shpenzimeve natyrisht se duhet të shtoheshin edhe disa që lidheshin me ushqyerjen. Saktësisht Vjosa Osmani dhe zyrtarët e presidencës vetëm për dreka e darka shpenzuan hiç më pak se mbi 101.000 euro gjithsej, në një kohë kur një familje mesatare në Kosovë mezi arrin të përballojë shpenzimet bazë mujore. E kur bëhet fjalë për shpenzimet enorme, keq nuk mbetet as tek pjesa e karburanteve. Ish-presidentja e Kosovës Vjosa Osmani përgjatë vitit pati në shërbim 11 vetura zyrtare me një numër të madh të zyrtarëve policor që përkujdeseshin për sigurinë e saj. E këto vetura zyrtare u vunë në shërbim të lëvizjes së saj, me që rast shpenzuan gjithsej 17.273 euro e 98 cent. Sipas dokumenteve zyrtare, saktësisht presidentja Osmani pati mbi 34 vizita zyrtare në vitin e kaluar. Në këtë kuadër, Osmani dhe këshilltarët e saj shpenzuan afro 296.332 euro veç për bileta dhe për të e po ashtu edhe 34 zyrtarë të tjerë. Shto këto edhe 198.038 euro për akomodimet që i referoheshin gjithnjë si akomodim ekonomik. Por historia nuk mbyllet këto, sepse paralelisht me kabinetin e presidentes, edhe administrata edhe strukturat e lidhura me të kanë gjeneruar shpenzime shtesë prej mbi 138.000 euro, ku sërish dominojnë akomodimi dhe drekat zyrtare të ndjekura nga biletat dhe karburantet, duke e quar faturën totale edhe më lartë për buxhetin e shtetit. Madje trendi i shpenzimeve nuk ndalet as vitin e kaluar, ku vetëm në muajt e parë janë shpenzuar edhe mijëra euro të tjera për bileta dhe akomodim. Nga presidenca e Kosovës u shpenzuan edhe mijëra euro për 3 vizita zyrtare të presidentes në periudhën janar-mars 2026. Sipas të dhënave, Osmani udhëton në Zvicër, Dubai, SBA, por që në Dubai nuk u pagua asgjë, as bileta dhe as akomodim, dhe shpenzimet në total prej 5.183 euro ishin vetëm për 2 shtetet e tjera. 100.000 euro për bileta, 100.000 euro të tjera për hotele, 10.000 për darka e dreka, e mijëra për karburante, dëshmon një standard të lartë shpenzimi që bien ndesh me realitetin ekonomik të vendit. Qytetarët përballen me kosto në rritje dhe të ardhurat të kufizuara. Në majat e shtetit janë shpenzuar mbi 600.000 euro në një vit të vetëm në luks, që në fund të fundit është paguar nga vetë qytetarët e Kosovës.